Lidhja përmes liçenit të Strugës, Ohrit dhe Pogradecit është shembulli i dështimit institucional ndër dekada. Ky është një konstatim të cilin e them me tepër keqardhje. Por edhe më i dhimbshëm është fakti se vendi ynë disa vite më parë ka humbur rreth 1.5 milion euro për të blerë 2 anijet më moderne dhe për të filluar lundrimin. Këtë e konfirmojnë edhe vetë kryetarët e 3 qyteteve. Para 2-3 vjetësh, ne në një thirrje të bashkimit, janë thirrjet e bashkimit cross border që bëhen midis vendeve kufitare, edhe ne dhe Ohri në dijenin time fituam nga një anije që kushtonin nga 500.000 euro me voltaik për të paqme me mjedisin edhe me liçenin. Nuk e di pse mbeti, ndoshta për shkak të këtyre burokracive të tjera që nuk kishin firmosur marrëveshjet me njëri tjetrin për të lëvizur për të hyrë në qarkullim nëpërmjet liçenit. Unë di që 2 anijet ishin nga 500.000 euro, ku kishin edhe gjëra të tjera që ne do bënim, ndoshta edhe me Strugën, do bënim një si shoqat të përbashkët me disë 3 qyteteve, me qëllim që t'i lëviznim ato në për liçen, sipas marrëveshjes që do bënim bashkë. Këtu ka pas një projekt i cili për fat keq nuk është realizuar, ku janë da disa mjete për 2 anije të cilat është dash televizin me këto panelet diellore dhe për fat keq nuk është realizuar. Nuk është realizuar normalisht që ka pas neglizhencë, ndoshta edhe nga komuna, ndoshta edhe nga institucionet tjera. Një projekt i tillë që mund të realizohet, që nuk do shumë investim i madh dhe është i kërkuar nga të gjithë, pse mos e realizohet? Domethënë ka neglizhencë sigurisht nga institucionet deri tani. Ova tema беше актуална пред 5-6 години, односно на самиот почеток на првиот мандат мој, кога се разговараше и да, како што викате, пари, односно проект обезбеден од страна на Европската унија со овие соларни бродови, да ги кажеме, или напојување на соларна енергија, бродови кои што ќе се движат од Охрид преку Струга па се до Поградец и нормално обратно, што би било, ако ме прашувате мене како градоначелник, една додадена вредност на туризмот во нашиот град, но и за Охридското езеро генерално. И сега, точно што се случи, стварно не знам, меѓутоа од денешен аспект пред 5-6 години актуелноста на темата која што беше во тој момент некако избледе и не ми е јасно веќе ако биле обезбедени средства, а беа обезбедени во основа на проектот, зошто не се спроведил. Linja lundruese në këto 3 qytete është ëndër e qytetarëve të kësaj zone, por jo edhe atyre që e kanë për obligim ta realizojnë. Që është kërkuar edhe nga qytetarët, po sigurisht edhe nevoja që ka komuna e Strugës dhe qytetet përreth për zhvillimin e turizmit, që është menduar më herët, është kërkuar disa herë. Unë në programin tim e kam pas në fushat që e kemi edhe një ide se si do të duket një port i tillë, dhe për fat keq nuk është realizuar. Takimin e fundit që bëm me kryetarin e Pogradecit u hap si temë e rëndësishme dhe domosdoshme, ku kishte një marrëveshje e bërë në mes 2 shteteve, sepse sigurisht kjo nuk mund të ndodhë vetëm në mes të 2 komunave ose 3 komunave, por duhet patjetër të kyçet edhe qeverit përkatëse, domethënë Shqipëria dhe Maqedonia, dhe besoj që kemi hapur si temë dhe ta shtym përpara që të vim deri te vendi dhe te qëllimi i duhur. Ka shumë 2 dhe gjysmë mbledhjen 2 qeveri është marrë vendimi që të bëhet. Pra është ligj, është në fuqi për të lejuar lundrimin e qytetarëve me mjete lundruese. Ndoshta tani për shkak të burokracive të 2 palëve ka mbetur pezull ky vendim që për mua është absurd edhe i vonuar. Që kur kam qenë unë deputet e kemi hedhur këtë ide, sepse kjo është një ëndër e vjetër e pogradecëtarëve, ndoshta edhe qytetarëve të Strugës dhe të Ohrit, për të lëvizur si dikur që në kohën e vitit 40, 1940, pra që në atë kohë në 44-ën u pezullua dhe akoma qytetarët nuk mund të shijojnë dot lëvizjen e lirë me mjetet lundruese drejt. Dhe unë nga kjo
ka marrë iniciativën qysh atëherë dhe besoj që u konkretizua, njerë u bë me një kontratë provizore, erdhën dikur 2-3 anije sa për të provuar dhe pasaj u pezulluar, nuk e di për çfarë arsye, po Може би некаков проблем помеѓу Министерствата за внатрешни работи заради начинот на гравитирање, меѓутоа никогаш не се изваде на poarshina. Kryetarët e të 3 komunave thonë se nëse do të kenë mbështetje nga institucionet qendrore, ato janë të gatshëm që ta realizojnë edhe vetë këtë projekt. Parisht ne jemi të gatshëm edhe ta realizojmë projektin si të tillë, qoftë me donacione tjera, por ndoshta edhe me investimet tona të komunës, po mundet edhe me privat e publik të realizohet si projekt shumë i rëndësishëm. И институционално, но и ако треба било каква друга поддршка за да се случи ова во реалност за нас како 3 градови на Охридското езеро, ние секако дека ќе ја дадеме нашата максимална поддршка и затоа викам убеден сум дека и тие афирмативно имат разговарано за овој проект или да кажам бродско поврзување помеѓу трите града. sepse ne nuk mendojmë që këtë pjesën e lëvizjes së lirë të qytetarëve me mjete lundruese do ta bëjnë privati, nuk do ta bëj, po thjesht mungon vullneti i dyja palëve në kuptimin ose mungen ose thjesht burokraci që ka mbetur. Sepse ne nuk duhet kemi një si bashki apo Ohri apo Struga, duhet ketë një anije. S'ka nevojë e bën biznesi privat. Thjesht ne duhet kemi vullnetin e mirë që derisa të krijohen kushtet të mira për një mol edhe nga dyja palët, të bëhet siç u provua një herë që u bë para një 2 vjetësh që u provua me listë. Siç bëhet dhe në vende të tjera. Domethënë, i vetmi liçen që nuk ma mendje mua që nuk shfrytëzohet nga dyja palët ndërkufitar është ky i Ohrit. Po të vini në Sarand edhe në Kostur, nga dyja palët shkojnë e vinë turistit dhe kjo ka sjellë një impakt shumë pozitiv në ato vend. Krerët e Strugës, Ohrit dhe Pogradecit thonë se linja lundruese në këto 3 qytete është një vlerë e shtuar për turizmin. Видите, кажав делот туристичката понуда ќе е сигурно на сите оние туристи кои што ќе дојдат без разлика дали се одлучиле да бидат во Поградец, да бидат во Охрид или во Струга, тие ќе може оваа тура самите туристички оператори да ја понудат на туристите и убеден сум дека ќе биде едно од најпосетуваните тури затоа што ќе биде уникатна можност едно езеро, 2 држави, 3 градови да бидат посетени во еден ден и токму од туристички аспект сметам дека е придобивката огромна. Е сега дали тоа ќе значи отворање на езерото како за комуникација помеѓу на луѓето помеѓу Македонија и Албанија, то не знам дали ќе значи. Тоа и веројатно тука и беа дилемите пред 5 или 6 години, затоа што едно е да дозволиш движење на брод, точно организирана тура по поврзаност помеѓу градовите, а друго е да се отвори езерото тотално за транспорт, за движење помеѓу границите. Ние си ги имаме два гранични премини, едниот е Ќафасон, другиот е Свети Наум и тие ги користиме секогаш. Mendoj që turizmi duhet të jetë rajonar. Pra gjithë rajoni Korçës dhe Struga dhe Ohri duhet të jenë në një paketë turistike, me qëllim që ne të shfrytëzojmë çdo mundësi këtë dhuratë të natyrës, këtë liçen të mrekullueshëm duhet ta shfrytëzojmë në të mirë të qytetarëve tanë, në të mirë të zhvillimit të turizmit, dhe patjetër që ne duke bërë një paketë të përbashkët turistike, ne mendojmë që turistët që vinë nga vende të ndryshme të botës mos qëndrojnë 1 ditë apo 2 ditë, por le të qëndrojnë 3-4 ditë, pra ti vjen përdallë këtij rajoni. Dhe ky duhet të jetë synimi im. Interesi do të jetë shumë i madh në aspektin e turizmit, sepse turistët të cilët do të jenë në Strugë do të lëvizën në Pogradec dhe Anasjetas dhe në Ohër, por njëkohësisht ne do të kemi një ta them kredit plus për komunën e Strugës edhe për qytetet e tjera tek turistët ndërkombëtar të cilët mund vinë të lëvizin brenda ditës në 3 qytetet dhe të hanë drekën e të kthehen mëngjes shkojnë të kthehen mundët edhe gjatë lëvizjes kësaj linje që do të jetë nga Struga për në Pogradec mund të lëvizin 1 orë e gjysmë, 2 orë shëtisin në për liqe, edhe kalen në pjesën tjetër, e shohin liqen Pogradecin dhe kthehen dhe është një mënyrë shumë e përshtatshme për turistët, por jo vetëm turistët, sigurisht edhe për qytetarët e Strugës, të cilët kanë dëshirë gjatë verës të kalojnë në Pogradec përmjet komunikacionit toksor dhe shkojnë në ato ujorë dhe ta shfrytëzojnë edhe këtë bukuri që kemi. Kur
a duhet të gjithë bashkë të dorëzohemi që ky projekt të realizohet? Po unë të falenderoj njëri që ju jeni prezent në Pogradec edhe juve nëpërmjet këtij takimi të dyve bashkë, besoj që do përcjellni shqetësimin tonë, po unë do ta përcjell në qeveria ime që ky proces të mbyllet sa më shpejt që sezoni që vjen të na zerë me lëvizjen e lirë në të mjeteve lëndruese nëпрямjet liçенit. Интересно од ваша страна што го ставаме сега ова како битна тема за нас, затоа што, како што претходно кажав, а сакам и да повторам, дека веројатно не, туку со сигурност тврдам дека ова би било додадена вредност на туристичката понуда буквално за сите три града на Охридското јазеро. Besoj që kemi hapë si temë dhe ta shtymë përpara që të vim deri te vendi dhe te qëllimi i duhur. Për realizimin ose mos realizimin e këtij projekti, Ora 24.tv ka kërkuar qëndrim nga 2 ministrit përkatëse të 2 shteteve, por po ashtu do të kërkojmë qëndrim edhe nga Bashkimi Evropian për të na treguar që pse institucionet tona nuk arritën të realizojnë 1.5 milion eurot e Bashkimit Evropian për të blerë 2 anijet më moderne, të cilat duhej sot të lundrojnë në liçenin e Ohrit.